që gratë shohin shtrembur gratë. Jo, njerëzit me ambicje, njerëzit me zili, që janë të ndryshëm nga ato me ambicje, njerëzit e vegjël nuk i duan njerëzit e arrirë, nuk janë gratë. Lufta, mikeshat e mia, që bëhet mes burrave, është e frikshme. Por negociata që bëhet mes burrave është mjeshtërore. Unë mendoj që i kemi dhënë shumë pak fokus të kuptojmë se si burrat interaktojnë dhe ndërveprojnë dhe të mësojnë. Nga fakti që shoqëria njerëzore i dha mundësi për 1000 arsye të arsyeshme që burri të dalë në jetën publike me qindra vite para nesh. Dhe ajo që ata dinë është që mua më shokonte kur isha në politikë dhe kudo tjetër, është që ata zien këtu, pajtohen këtu. Është që ata shahen këtu, negociojnë këtu. Është që ata shahen deri në fund me gjithë emrat e organeve gjenitale dhe nuk ka asnjë problem të i thonë njëri tjetrit hajde lujmë lojë. E të rinë deri në orën 4 të mëngjesit dhe pastaj të kthehen në 5 dhe bezdisen nga gruaja që është bërë xheloze që si ka ardhur deri në 4.